as na duhet hiç një mandat deputeti në opozit prap. Ja po ta them troç, duke nisur nga unë i pari. Arsyeja është sepse do të thotë duke thënë që nëse PD-ja u mbet, nëse do të ketë në 11 maj një çimentim për mandatën e 4 të Edi Ramës, që unë jam bindur që kjo nuk do të ndodhë, po nëse zgjedhjet do të sërish do të grabiten, apo do të lejojmë ne të grabiten, ka një çështje tjetër këtu, edhe kjo duhet folur. Do flasim për këtë, po është për mua është fundi i demokracisë në Shqipëri, është kapitullimi i një betejë gjatë për të rrëzuar komunizmin. Nëse i voton populli zoti Kulliçi, i autokracisë përfundimtare në Shqipëri. I voton populli. Nuk është çështje vote, është çështje vjedhje, është çështje administrate publike, është çështje keqpërdorimit të aseteve publike, është çështje e gjithë atij modeli dhe mekanizmi që ndodhin në Bashkinë e Tiranës dhe ndodhin në zgjedhjet e 2023-shit kundër meje, që unë e denoncova dhe në fushatë dhe gjatë fushatës dhe pas fushatës, shumë kush më qeshi, shumë kush më talli, shumë kush tha të riqu, shumë kush më kërcënoi, patën dhe kurajon të më kërcënoi. Kush e kërcënoi? Ta mjeshrat që janë sot në përburgje, një pjesë tjetër që do të shkojnë. Do ta thoni? E din mirë. Dhe sot janë në burg të gjithë ata që unë kam thënë që kanë vjedhur paratë e qytetarëve shqiptar, kanë vjedhur votat e qytetarëve dhe do të shkojnë dhe një pjesë tjetër. Thënë këtë, të kthehemi ke pyetja juaj fillestare, çfarë po bëjmë ne? Unë personalisht, duke qenë se jam dhe drejtues politik i Qarkut Tiranë, jam çdo ditë në terren, çdo ditë në punë, çdo ditë në terren në zonat që unë mbuloj dhe në gjithë qarkun e Tiranës. Kjo nuk është një gjë e zakonshme, këtë punë ke. Këtë punë kam më patjetër, po them në aspektin politik, pra dhe në aspektin praktik, çfarë po bën. Nuk është ajo që ju kanë thënë që këta deputetë e listës mbyllur mjafton mos i shtyp autobusi. Të gjithë deputetët e listës së mbyllur janë në punë, që të gjithë, nga mëngjesi. Kandidatët. Dhe sigurisht unë e kuptoj perceptimin që një pjesë duket që e kanë më të lehtë, një pjesë e kanë më të vështirë. Kanë më të lehtë tani. Patjetër. E kuptoj këtë gjë. Ata janë sigurt. E kuptoj perceptimin që është edhe e kuptoj, por përgjegjësinë politike në fund ditës për rezultatin e ka kjo lista e mbyllur. E kanë të gjithë këta që mbase mund të duket në pamje të parë e kanë më të lehtë garën personale, por garën e përgjithshme e kanë këta në kurrizë së bashku me mua. Pra rezultatin e kemi ne gjithë. Hapur thot i rrodh përgjegjësia politike, ai bëhet deputet, unë po le të vinë le ta bëjnë betejën që kanë bërë unë këta të listës hapur edhe pastaj le të zënë vendin tim. Jo, kam një pyetje këtu se kam një pyetje që është e drejtë për drejtë. Vetëm në aspektin personal them edhe diçka. Unë i kam dhënë provat që unë kurrë nuk jam shmangur në asnjë betejë. Jo, madje unë do të them. Jam vjedhur deputet në Kuvendin e Shqipërisë në 2021. Nuk lidhet me ty fare. Me 11800 vota. Pra kam thyer Hersin edhe pse nuk kisha nevojë se isha i pozicionuar në pozicion fitues. Ishte për të parë. Garoja për herë të parë, isha kryetar forumi, pastaj e lash këtë mandat deputeti për të hyrë në një garë që e dija ku po hyja, nuk ka besoj qytetar që nuk e kupton që unë e dija që do të isha pa vull, pa logo, pa media, pa financa, pa s'kishim as emrin e kryetarit partisë në listë. Dhe hyra në një betejë për zgjedhjet lokale për të dhënë modelin tim dhe për të sakrifikuar gjithçka që kisha për ta hedhur në betejë. Sot jam prapë në të njëjtat kushte mendoj. Do bëj një falënderim për sponsorin gjeneral të emisionit Dekalog këtu në Dritare TV, institucioni monetar Moneygram Invest që mbështet emisionin Dekalog me sloganin tashmë të njohur, transfero shpejt, gjithmonë më shpejt kudo dhe kurdo. Transferoni me MoneyGram se kur nuk do shgënjeni. Zoti Kulliçi, unë analizat e mia dhe në komente dhe në shkrimet e mia kam bërë një vrejtje për mënyrën se si është bërë lista e Tiranës. Ju pothuajse e thatë me tjetër gjë që unë e kam menduar. Pra, nëse zoti Berisha dhe kryesia e Partisë Demokratike do ta vendosë Belind Kulliçin në listën e hapur, unë jam i bindur, isha i bindur që në fillim, por jam i bindur që ti do ta fitoje mandatin. Pse? Sepse ti ke treguar veten që i merr ato vota dhe në kalkulimet e mia modeste më themi sepse kur nuk ka parashikime të sakta, unë mendoja që Belind Kulliçi do ishte më mirë në listën e hapur. Dhe në listën e mbyllur ishte një new entry, një që nuk ka përvojë, ashtu siç ti kishe nevojë në 2021-shin, në 2017 dhe nuk ta dhanë atë mundësi dhe unë ti e di se çfarë qëndrimi ka mbajtur. Ndërsa sot i drejtës. Jo, i të drejtë, jo i Belind. Ndërsa sot Belind Kulliçi duhet të ishte në listën e hapur. Tani të ta japun logjikën për këtë çështje. Është një çështje për shumë ja po e them për herë të parë. Ja po e them për herë të parë edhe ke ju, edhe në media, që unë jam vetë ofruar edhe kryetarit të partisë për këtë çështje. Ja ke thënë? Vetë ofruar, po, patjetër. Ja po ta them lajm. Dhe sigurisht nuk mund të ishte kështu se kishte një parim. Të gjithë drejtuesit politik do të ketë një person që do të hudhëheqë betejën elektorale në një qark. Dhe të gjithë drejtuesit e qarqeve
ishin vendosur. Po morali ju do ishte i lartë pasaj. Po kjo nuk është për çështjen e moralit Belindit, është për çështjen e moralit gjithë partisë. Tash një sekond. Të gjithë drejtuesit politik u ra dakord që do të ketë një formulë unike për gjithë një lloj, do të udhëheqin betejën elektorale. Lutem regjistë listën e Tiranës për Partinë Demokratike? Kështu që thën këtë, të gjithë drejtuesit politik janë vendosur të parët në qarqet ku kanë garuar. Arsyeja se përse Belindi nuk ka qenë në listën e hapur është dhe diçka tjetër. Sigurisht gara do të ishte edhe pa barabartë në raport edhe me kandidatë të listës së hapur. Duke qenë drejtues. Sepse unë vi nga një garë elektorale para vetëm 2 vitesh ku kam marrë 100.000 vota në qarkun e Tiranës në emrin tim dhe jam dhe drejtues politik i Tiranës. Dhe do të ishte garë pa barabartë. Pra mos kujtoni se nuk është menduar i gjithë skenari. Sigurisht që Belindi nuk mund të hyjë rregullin për ty. Pra të gjithë, patjetër, të gjithë drejtuesit politik do të jenë në listën e mbyllur. Po mirë, personazhe të tjerë atëherë ju ishin drejtues, po të tjerë pse nuk kaluan listën e hapur? Po sepse ka një logjikë, ja u them unë, nëse doni i futemi emër për emër. Po jo, nuk është puna e gjithë logjikën. Të gjithë kanë funksione zyrtare në parti. Një pjesë janë ex officio. Kryetari i Forumit Rinor sigurisht është i votbesuar nga Forumi Rinor Besarti dhe ka detyrë të udhëheqë Forumi Rinor. Flamur Noka sekretari i përgjithshëm? Një sekond, dhe në gjithë Shqipërinë. Flamur Noka sekretari i përgjithshëm, Berisha kryetar partie, Paloka është kryetari i Këshillit Kombëtar, pra ka dhe detyra të tjera. Albana Vokshi është kryetaria e gruas. Josefina Topalli shumicën e fushatës e kanë nëpër diasporë, është nëpër botë. Janë 4 aleat dhe është zoti Klevis Balliu, i cili rezultoi i dyti më i votuar në Tiranë, por i pari në Bashkinë e Tiranës, pra në qark rezultoi Hysén Kadiu, dhe u dakordësua që Klevisi të ishte në listën e mbyllur dhe zoti En Kadiu nuk pranoi vet, Hysén Kadiu, që të garonte në listën e hapur. Ky ka qenë i vetmi diskutim apo i vetmi debat. Kjo Klevis edhe për Klevis Balliun vlen që ai do merrte vota. Patjetër që dhe Klevisi do të merrte votat, kjo është nga arsyet, sepse Klevisi mund të prishte edhe garën në listën e hapur, pra në një farë mënyrë, për t'i dhënë mundësi të barabartë të gjithë kandidatëve tjerë që të ishin në listën e hapur dhe të kishin shanset që të gjithë të barabarta. Mos harro që dhe për rastin e zotit Balliu është një politikan i ri që ka qëndruar 430 ditë në protest ke Unaza e Re për një kauzë të drejtë. Ka shoqëruar mua, së bashku kemi qenë në 44 javë protesta në Bashkinë Tiranë. Nuk keni ju tani. Patjetër pra, po t'jap kriteret e vlerësimit. Po jo, për mua Klevis Balliu do ta merrte po të ishte lista. Po patjetër po do të ulte ndjeshëm shanset e dikujt tjetër që është në listën e hapur për të u zgjedhur. S'më bind kjo. Sepse ai do merrte vota. Partia Demokratike është një forcë e madhe politike dhe nuk ka hall që të gjej kandidat që të mbledhin vota ke lista hapur, që të sjellin një mandat ke koshi, se ky është mentaliteti i partive të vogla, partive që janë krijuar për të marrë vetëm një mandat. Partia Demokratike ka një tjetër qasje, patjetër establishmentin e saj, drejtuesit e saj, kryesor politik i ka vendosur në pozicione mund të duket komode, por ta garantoj që të 12 këta të parët, ose hiq aleatët, 8 e Partisë Demokratike, ka përgjegjësinë politike dhe morale për rezultatin. Ju ishit dakord që 4 aleat ishin në listën e mbyllur? Ju personalisht. Të lutem mos më fut në këtë diskutim. Jo, unë do të fusëm këtë, këtu ne nuk kemi në... Është vendimarrje e kryetarit partisë edhe kryesisë Partisë Demokratike. Unë do të isha dakord, unë kuptoj që koalicioni për herë sjell rezultat edhe vlerat shtuara, por po të pyesësh Belindin, unë do doja të 186 kandidatët ishin Partisë Demokratike, sepse unë vi nga Partia Demokratike, por u dakordësua për një koalicion. Shumë ja. Ram dakord për një koalicion dhe për sa kohë kemi rënë dakord për të qenë pjesë e garës me koalicion, do të nënshtrohemi dhe rregullave të koalicion. Zoti Glliçi, fjala vjen, Erisa Bajaziti është një profesuese diasporës, një vajzë arsimuar në Perëndim, në Bruksel, jeton atje dhe ka një karrierë. Për shembull, ajo për vërtet tani ta themi troç, nuk bëhet deputete. Po sikur ju ta kishte vendosur në listë të mbyllur, do ishte nder jo për PD-n, po do ishte nder për parlamentin. Dhe unë do kënaqem të ishte një profil dhe një cilësi. Erisa Bajaziti, të cilën unë kam patur dhe unë mundësinë ta njoh dhe realisht kuptoj vlerat e saj, profilin e saj. Do ta kem në studio për 2 ditë. Asetin publik që ajo është edhe profesional. Pa diskutim çdo emër në atë listë e hapur, se ju lutem me drejt ju jo, për fajsues e diasporës, veçoni Erisën. Për fajsues e diasporës, po e them edhe një herë, por të 37 kandidatët që janë aty, pa diskutim nuk do të kishte qenë një habi nëse do të kishin qenë në listën e mbyllur të Partisë Demokratike. Por aty ka dhe koalicion,
Pra duhet kuptoni që aty ka një imponim, edhe aty ka rreth 9 apo 10 kandidatë që vinë nga radhët e koalicionit dhe 27 vinë nga radhët e Partisë Demokratike. Ta garantoj që të gjithë do kishin qenë aset për Partinë Demokratike dhe janë aset edhe në listën e mbyllur. Tani, edhe këta individ që janë në listën e hapur, që të gjithë i kenë terren, që të gjithë i kenë punë, që të gjithë i kenë njerëz me karrierë politike në Partinë Demokratike, njerëz me ambicie politike. Ora kush do fitojnë përpara nga ata? Ky është problemi. Po tash imagjino sikur në atë listë të kishe edhe Belindin, të kishe edhe Klevisin që thatu, të kishe edhe Flamur Nokën, të kishe edhe Albana Vokshi, të kishe edhe Edi Palokën. Erisa nuk merr vota në Tiranë për deputet. Këtyre individëve ama do t'ja kishe pothuaj minimizuar në maksimum shanset për të dalë. Erisa në listë mbyllur deputete dhe Belit Gëlliçi në listë hapur deputet, të dy do ishin deputet. Ndërsa ju në listë mbyllur e sigurt deputet, Erisa nuk është e sigurt deputet. Po mund t'isha dhe unë dhe Erisa, por në këtë rast, kështu si e gjykoni ju, ta garantoj që po të shohësh përbërjen e plot të listës, nuk është ky rastim fjalë dhe nuk është kjo logjika që është përdorur. Unë e kuptoj se ju bëni logjik të thjesht edhe nga pozicioni i moderatorit, i analistit e shihni nga jashtë, por duke njohur situatat e brendshme politike, edhe në opozitë, edhe në Partinë Demokratike, edhe punë e terrenit, tani ka dhe diçka tjetër zoti Qafoku. Çfarë ka? Po, ka dhe një vlerësim të kontributeve edhe në vite, edhe të qendrestarëve, edhe të atyre njerëzve që në momentin më të vështirë Partisë Demokratike, në 2021, kur kërcënoheshin me bar, kur i tregoi Bari nëse do mbështesnin Këdonin në Partinë Demokratike, vendosën që të mbanin një pozicion politik. Do kalojmë se çështje thelbësore. Pra ka dhe një çështje vlerësimi këtu për ata që kanë qëndruar, ata që kanë shkuar opozitën. Një sekond. Që kjo është lista e besnikëve. Jo. Është lista e njerëzve që kanë historinë Partinë Demokratike, kanë kontribut në Partinë Demokratike, kanë karrierë në Partinë Demokratike, kanë mbajtur në ditën më të vështirë dhe në ditët më të zeza Partinë Demokratike gjallë dhe në këmbë, dhe pa diskutim, të njëjtën gjë e ke se po tash ngelim ke lista e mbyllur, po ti hysh listës hapur, ti të gjithë listën e hapur me individ të tillë ke nga Partia Demokratike. Jo, niveli këtu që kanë mbetur, po më mirë, po sepse janë drejtues qendror, edhe për shkak funksioneve. Por sigurisht edhe këta që janë në listën e hapur për këto arsye janë pjesë e listës hapur, se ta garantoj që kërkesa për qenë kandidat për deputet në listën e hapur të Partisë Demokratike ka qenë me 10 në Tiranë, për qenë pjesë e garës. Dhe në përfundim vetëm 27 emra janë zgjedhur. Okej, zoti Gëlliçi, ju në zgjedhjet e vitit 2021 ishit surpriza e Partisë Demokratike dhe jo vetëm, po e gjithë politikës, duke marrë 11.581 vota në zonën më të vështirë të Tiranës dhe ishit jo thjesht thyer si Hersit, po një rekordmen. Tani, kanë kaluar 4 vjet nga ajo, ju tani jeni në listën e mbyllur sigurt, çka ka ndryshuar? Si e shikon atë fushat me këtë tani? Sigurisht, nga rrethanat janë 2 fushata të ndryshme, nga eksperienca janë 2 fushata të ndryshme. Pra unë vi 4 vite më pas, vi me një barë eksperiencë shumë më të madhe, vi me një fushat kaluar në 2021 që ka qenë në aspektin personal ka qenë sukses, për shkak të rezultatit personal, por në aspektin e përgjithshëm ne nuk ja dolëm dot që të fitonin zgjedhjet dhe sigurisht ka qenë një dështim i përbashkët i ynë dhe ka qenë rezultati që nuk e prisnin. Vi me një eksperiencë tjetër për shkak edhe të zgjedhjeve lokale të vitit 2023. Vi nga një betejë gjatë publike të paktën 2 vjeçare në raport me Bashkinë e Tiranës, me denoncime, me deklarata për shtyp të përditshme, jo të përjavshme, me protesta të përjavshme, me një aksion politik të paprecedent. Sa protesta? 44 javë, 44 protesta për 44 javë, në 3 stin të vitit. Dhe thënë këtë pa diskutim, sot është një tjetër lloj fushate edhe për mua. Por ta garantoj që impenjimi është edhe më i madh këtë herë, sepse nëse herën e kaluar isha një rishtar, dhe nga unë pritej që unë performoja mirë në zonat e mia, aty ku isha kandidat, këtë radhë nga Belindi pritet që të performoj mirë i gjithë qarku dhe unë të marrë përgjegjësi edhe më të mëdha për shkak edhe të profilit tim politik edhe të eksperiencës. Në Tiranë. Po ne sot që flasim në mënyrë të padiskutueshme, objektiv kemi 19 mandate duke konsideruar që 18 mandate do duhet i marrim dhe do t'i marrim. Pra objektivi ynë është që të shkojmë në 19 mandate. 12 sigurta plus 7. Patjetër. Tani nga këto 7, 2 i bie zonja apo 3? Me detyrim 2, me kod zgjedhor 2. Mund të futen edhe 7 zonja nëse janë më të votuara, por me detyrim me kod zgjedhor minimalisht janë 2 janë zonja. Minimalisht janë 2. Minimalisht. Minimalisht janë 2. Që ta imponon kodi. Po pra, 1 në 3, 1 në 3. Tani, ju thoni do merrni 7 mandate. Nga 15 që keni marrë
gjithsej në vitin 2021, ju do merrni 19, domethënë plus 4. 18 ose 19, po. Tani ndaj këta o 18 o 19. Objektivi tash është 19. Po them 18-19 që t'jemi me këmbë tokë, që t'jem realist. Jo. Se këmbët aty në fakt nuk i paskën tokë këmbët i ke si mua këtu te kam vendosur këtu, po kamerak në aspektin politik në këmbë, në tokë kam këmbë. A nuk duket egzageruar ky synim? Jo, nuk duket, duke llogaritur se çfarë i ka bërë kryeqytetit Partia Socialiste, Edi Rama, Erion Veliaj. Çe ka bërë? I ka vjedhur 100 milionë euro të faktuara tashmë deri tani.